Në të gjithë vendin u regjistruan 133 aksidente rrugore gjatë muajit maj, ku 181 persona betën të vrarë ose të plagosur sipas të dhënave paraprake të publikuara nga Instat. Në periudhën janar-maj 2026, numri i aksidenteve arriti në 547 nga 529 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke shënuar një rritje prej 3.4%. Numri i personave të vrarë dhe të plagosur u rrit në 766, krahasuar me 743 të një viti më parë. Pas një periudhe kur vendi po regjistronte rënje të numrit të aksidenteve, duket se tashmë ato janë kthyer në rritje, diçka që ndodh tipikisht edhe me rritjen e fluksit të mjeteve dhe qarkullimit në vend, si efekti i turizmit dhe aktivitetit ekonomik. Sipas Institutit të Statistikave, 94% e aksidenteve të regjistruara në maj ndodhen si pasojë e sjelljes së drejtuesve të mjeteve. Grup mosha 25 deri në 34 vjeç përbëjnë edhe pjesën më të madhe të aksidenteve me 30.8% të totalit. E diela ishte edhe dita me numrin më të lartë të aksidenteve me 18% të rasteve, ndërsa intervali kohor nga ora 8 e paradites deri në orën 12 të mesditës regjistroi dhe përqendrimin më të madh të tyre me 27.1% të totalit. Sipas qarqeve, kryeqyteti Tirana regjistroi numrin më të lartë të aksidenteve në maj.